بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم أما بعد. Të gjitha lavdit, falëndërimet, mirënjohjet janë vetëm për Zotin e Madh, Allahun subhanahu wa taala. Atë falenderojmë, prej tij falë dhe udhëzime kërkojmë. Salavatet dhe selamet për shëndetjet më të mira mbi të dërguarin më të mirë, mbi Muhammed Mustafan alayhi salatu wassalam, mbi shokët e tij besnik, mbi familjen e tij të ndershme dhe të pastë dhe çdo musliman i cili ndjek rrugën e tij më të mira dhe në ditën e fundit të kësaj bote. Të nderuar xhamat, të nderuar vëllezër, do të ndajmë disa minuta para khutbës së xumas, që të shfletojmë nga libri i Zotit, nga suneti Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, duke i shoqëruar këto dy shpallje me fjalë dhe shpjegime të dietarëve të muslimanëve. Jemi në mësimet e radhitura nga Imam Buhariu në librin e tij Al-Adabul Mufrad, edebi dhe tërbia e një muslimani, e që qëllimi i mësimeve të shpalljes në përgjithësi është tërbia dhe edukimi një muslimani. Nga se kur bëhet tërbije, brumoset dhe edukohet si duhet, ajo do të punon si duhet, e kur të punon si duhet, ajo do të bëhet qabul, e kur të bëhet qabul do të shpëton te Allahu subhanahu wa taala. Përmendëm në kapitullin e fundit të cilën e kishte nxjerr Imam Buhariu, e ka titulluar duaja e vëllaut për vëllaun në mosprani. Pra një musliman bën dua për një musliman tjetër i cili nuk është aty. Tani ka vazhduar Imam Buhariu për të sjell hadithe të tjera, disa nga pejgamberi alayhi salatu wassalam e disa prej tyre edhe nga vetë sahabët e pejgamberit alayhi salatu wassalam, se si ata bënin lutje. Këtu kapitullin e radhës Imam Buhariu nuk e ka titulluar, por se nga përmbajtja e haditheve nën kuptohet se ka të bëjë me vazhdimin e kapitullit të kaluar, që ka të bëjë me duat e muslimanëve për njëri tjetrin, edhe për natyrën e duave në përgjithësi që i kanë bërë shokët e pejgamberit alayhi salatu wassalam. Andaj thot Imam Buhariu babun, kapitulli i ri, pra kapitull i patitulluar me emër konkret, por se qëllimi shihet nëpërmjet vetë transmetimeve. Dy transmetime nga ky kapitull i morëm në ligjëratën e xumas së kaluar, dhe tani të vazhdojmë me izin e Allahut subhanahu wa taala në transmetimet e radhës. E morëm duan e Abdullah ibn Omerit, i cili bënte dua dhe thonte: unë bëj dua për çdo send. Unë bëj dua për çdo send, qoftë edhe me më nënshtru Zoti devën. Por në kuptimin e lakimit të devës që ashtu që duhet, sepse ka mundësi me u frenue edhe me u pengu kjo punë. Andaj unë e lusë Allahu subhanahu wa taala edhe për çështjet më të vogla, për nevojat e mia. Kjo ka për qëllim që besimtari të familiarizohet dhe adaptohet me lutje, që të mësohet të lutet. Por nuk është qëllimi të mësohet të lutet me çu durt, se kjo secili mundet me bë. Por qëllimi është që në jetën e tij të mësohet që në rastet të shumta të jetës së tij t'i kthehet lutjes. Pra t'i kthehet lutjes, çfarë i bie? Ka një hall, lutu. Ka një siklet, bën dua. Ka një nevojë, ktheu te lutja. Mos u mësoni një herë mu kthit te inteligjenca jote, te mençuria jote, te takati jot, te krahët e tua, te dostat e tu. Kjo kitë është në rregull, por se masi të lutesh. Lutu një herë, sepse ti drejtohesh atij i cili ka në dorë krejt këto gjëra për të cilat ti ke mundësi me u ndihmue. Andaj shiko Abdullah ibn Omeri thonte: unë për çdo sen lutem. Dhe kjo është për shkak të devotshmërisë së lartë që kanë pas shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Tregon Shaqiqun nga Abdullah ibn Mas'udi radhiyallahu an se çfarë bënte dua Abdullah ibn Mas'udi. Thot: kana Abdullah yukthiru an yad'u bi ha'ula'i ad-da'awat. Thot Abdullah ibn Mas'udi radhiyallahu an bënte shpesh këtë lutje. Por këtë lutje se do të citon Shaqiqu i ka bërë shpesh
Abdullah ibn Mes'udi radhiyallahu. Pra tabiini e ka përcjell mirë Abdullah ibn Mes'udin, hoxhën e vet prej sahabeve, dhe e ka ditë se lutjet që e bën më shpesh, kjo ka një theks, ka një rëndësi të veçantë, dhe pastaj u ka transmetuar nxënësave të vet. Cila është kjo lutje? Thonte Abdullah ibn Mes'udi. Abdullah ibn Mes'udi është shoku i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, dhe këto lutje i ka marrë nga pejgamberi alayhi salatu wasalam, qoftë edhe nëse formulimet e fjalive nuk janë citat nga pejgamberi alayhi salatu wasalam. Thonte Abdullah ibn Mes'udi radhiyallahu an, Rabbana aslih bainana. Abdullah ibn Mes'udi thonte: O Allah, përmirëso raportin në mes neve muslimanëve. Thonte shpesh këtë dua: O Allah, rregullo raportet mes muslimanëve, ndreqi punët mes muslimanëve. E kjo shumë në nësi të ndëruar xhamat, sepse njerëzit sot një problem prej problemeve të mëdha e kanë përçarjen, grindjen, coptimin. Dhe coptimi sjell telashe. Coptimi nuk lën as me kon rahat, coptimi nuk lën as me bë punë të mira rahat. Shaq se ti je i tensionum, ti je i kap për një gjendje e cila nuk ka normale. Andaj shikosh ka thënë Abdullah ibn Mes'udi: Allahumma rabbana aslih bainana. O Allah, o Zoti jon, na rregullo raportin mes neve. Një raport i qetë mes muslimanëve garanton një varg punëve tjera të mira. O sikur e njëjta kur ania të shku qetë, është në rregull, mundesh me bë disa prej veprave, por nëse ajo ka turbulenca, ti nuk mundesh të udrit toka me punue. Jo, e ta prish rënin. Andaj edhe kjo grindja shkakton probleme tyje. Thonë Abdullah ibn Mes'udi: Rabbana aslih bainana. O Allah, rregulloje raportin mes neve. Ka rëndësi të madhe në Islam mbajtja e mirë e raportit me muslimanët, mbajtja e mirë e raportit me familje, mbajtja e mirë e raportit në, do të përmendim në Mes'udi një varg duash. Po e para cila të kish punë mirë me muslimanët. Mos kish grindje, mos kish hasmëri, mos kish, nëse ka shumë rë njerëzve mendojnë se kjo nuk prish punë kur gjo, jo prish shumë. A di çka do më thonë ti me shqetësu një musliman? Ka mundësia i së në falet rahat për tyje, ka mundësia i së në bandua rahat për tyje, ka mundësia i së ri rahat në veprat e vetra, shako që është në hasmëri me tyje. Dhe kitë për këta përgjigjet robit e Allahu subhanahu wa ta'ala. A dhe thonë të Abdullah ibn Mes'udi, edhe natyra ku ka jetu Abdullah ibn Mes'udi e venit ka qenë natyrës së fitneve dhe të lashave, dhe ka thonë: O Allah, rregulloj punë mes muslimanëve. Pas e ka thonë: wahdina subul al-islam, dhe na udhëzo në rrugët e Islamit. Nuk ka më mirë për robit sa më udhëzu në rrugët e Islamit. Rrugët e Islamit janë shumë. Është namazi, është zakati, është agjërimi, është haxhi, është një varg veprimtarisë të mira, është sjellja e mirë me njerëzit, duke filluar me prindërit e të afërmit e kështu me radhë. Andaj na udhëzon në rrugët e Islamit, po gjithçka që është Islam, gjithçka që është prej rrugës tonë, na çon aty. Dhe kjo është prej duave të mira që i ka bë Abdullah ibn Mes'udi, që duhet mi bëj edhe na. Me thon shpesh: O Allah, na udhëzon në Islam. Shpesh njerëzit, sidomos nëse e nin veten që ju udhëzum, e privon veten nga duaja. Lutu, thuaj: O Allah, udhëzon në Islam, përmirësoma Islamin tem. Se ka mundësi ti ke në Islam, po që s'ke që duhet. Apo ti një tesh ka një artanën e kije, ka mundësi për 5 vjet, 10 vjet e vesh, ama ka mundësi të një herë nduke u ngut, të shedi kush thot: ej, drejtoje pak mishën, qëtu se pas ka rregullu mirë. Pse? I thu: tesha jema, ti po duket që je vesh mirë, ama që na peshofna ti s'peshef. Teshën tanë s'di me vesh ka një herë mirë. Apo njëri këpucat e veta ka një herë si shet. Qati ka thot: ku janë këpucat? Kur ta gjoj që qatu janë? E pastaj mendon se këtë mund të tjera i ka mirë. Jo. Dhe shpeshher njeriu i ndodhin shumë prej mangësive, ai nuk i sheh. Andaj thon te Abdullah ibn Mes'udi: ai jakon çfarë musliman janë këto njerëz? Nuk diskutohet çfarë islami kanë pas, megjithatë kanë bë dua: O Allah, udhëzona në Islam. Udhëzona në Islam. Pastaj ka thon: wa najjina min adh-dhulumati ila an-nur. Ka thon: O Allah, na nxjerr nga terri në dritë, nga errësirat në nur. Njeriu mos më apru Allahu dritën kur s'kish mundësi me pa. Për shembull, mos më nxjerr Allahu dillin me pru ditën. Cila fuqi neve kish pas mundësi me na e zbardh, me na e bë ditë.
përveç kudretit Allahu subhanahu wa taala. Andaj, për shkak se Allahu çdo ditë e bën ditë dhe na e shoh në këtë rutinë dhe këtë dinamik të pandërprerë dhe të përsëritshme në jetën tonë, mendojmë se kjo është ashtu natyrshëm, por Allahu shpeshherë na thirr në Kur'an. Shikone dallimin e ndryshimit. Gjithë kjo natë largohet, gjithë kjo ditë vjen. Çka thonë se njeriu t'ja kish bëvë shterë? I shkon shumë rënd. Ata për shembull e keni pa njerëzit kanë me përparimet e veta, me plotësimin e nevojave të vetë, çfarë kanë bë? Kanë vendosur dritën në çdo sen, me rryma, me bateria, për shkak nevojës. Andaj sa më të gata, sa më të pastërta reflektimet e dritës, aq më lehtë ta leton edhe rrugtimin e udhës tane. Thot Abdullah ibn Mesudi: o Allah, na nxjerr nga errësirat në dritë, në nur. Dalja prej errësirës në nur është qëllim i ardhjes në këtë dunjana. Na kena ardhur me dal pi errësirës në dritë, prej barkut në anës del në dritën e kësaj bote. Pastaj pi dritës së kësaj bote është tërë për disa punë tjera, e mësohesh për me dal në rrugë të khairit. Pastaj ka thënë: wasrif 'anna al-fawahisha ma dhahara minha wa ma batan. Pastaj ka thënë: o Allah, largoj prej neve punë të liga, amorale, qoftë ato shka duken e ato shka s'duken. Sa për e njerëzve, e sidomos kjo është bo trend i keq, dukurie keqe, zinaja, amoraliteti, ku ti çuditesh prej rasteve që ka i lexon në portale dhe gazetë. Çuditesh se si njerëzit degradojnë deri në këtë nivel. A degradon njeriu me tentu me bo marrëdhënie me vajzën e vet? A degradon njeriu me tentu me bo marrëdhënie intime me vajzat e familjarëve të vet? Dhe këtë kjo për shkak se njerëzit janë çorodit shumë dhe njerëzit janë hutu shumë dhe nga hum busulla. Vinë në dunja, ecin, bredhin, andej, këndej, ju duket kishe janë të i ditë senat, as njësan nuk e di. Një njeri që i bjen kësi gjunahe dhe një shoqëri që ka leju me dal pik këti venit një kësi loj insani, një kësi loj shtaze, ajo shoqëri nuk i ka punë të mirë. Pastaj, ata si dojnë të trajtojnë vetë vete, nuk i kena punë të mirë. Derisa në mesin ton del një njeri i cili tenton me ba marrëdhënie intime me vajzën e vet. Çka mujna me kallëzu më shumë? Çka do me fol më shumë? Shiko, pejgamberi alayhi salatu wasalam i ka mësua Abdullah ibn Mes'udi dhe të tjerët me bë dua. Cila o duaja të ndërum xhamat? Ka thënë: o Allah, largo ma amoralitetin prej mua dhe familjes time. Ajo çka duket dhe ajo çka s'duket. Ai rast që ka dalë në televizion anja, ai çka s'ka dalë an shumë. Andaj shikoj Ibn Mesudi sa i me që më kanë. Ka thënë: o Allah, atë amoralitet çka duket dhe atë çka s'duket. Çka i bie kjo? Ai disa rastet janë e nuk dalin. Shumë raste ka. Janë po s'dalin. Një ka dalë. Erë një njeri te Omer ibn Khattabi kishte vjedh. Dhe erë gjykimi dhe për me apre dorën. Dhe tha: o Omer, o prisi muslimanve, rahmet pak, rahmet mësë pa prej dorën. Tha Omer Khattabi: rahmet, kjo është kaderi Allahu, kjo është gjykimi Allahu subhanahu wa ta'ala. Atari tha: kallëzët cëla herë është? Tha: e 19. Allahu tha: nuk e korrit robin kur me të parën. Që ruju dhe kërkom mbrojtje për Allahu të ruje për zinas së padukshme. Dhe ajo e qka e padukshme? Ka mundësi njani për njerëz është amoral, po s'ka dojnë portale. A që do më dhanë që të Allah e amoralo. Nëse ti ban zina fshehtas, nëse ti ban dredhina fshehtas, nëse ti ban gjërat liga fshehtas, ani pëse s'ki dalë ti në portal, ti vevrën e ki bo, e dikujna i ka rahi se Zoti ka korrit e ka nxjerrë në portal. Andaj Abdullah ibn Mesudi ka thonë: largoma o Zot amoralitetin dhe punën e keqe prej mrena dhe prej jashtë. Pastaj ka thonë: wa barik lana fi asma'ina wa absarina wa qulubina wa azwajina wa dhurriyyatina. Shiko, ka thonë: o Allah, jepi bereqet veshëve tonë, syve tonë, zemrave tona, grave tona dhe familjarve tonë e vladve. Si cili për neve ka vesh, ka sy, ka zemra, ka
bashorte edhe i ka e vladët. A i bie që ja ushe hajrin krejtve? Jo. Ka dikush e ka veshin, po se ka për hajr, vesh për sherrë ka. Andaj ti a i ki pasa njeri thot, a e nitë, si t'ja nisë t'u kalzu për sherrë t'u kalzu. Qish i shkon be veshi, veç ka e keqja. Veç lafët e këgjia i nin, veç që kanë shah njërës të nin, veç që kanë ofendu njërës të nin. A nuk i thot njërë, e nitë një ajet, e nitë një hadith, e pash një fjallë të mirë, të shkrume, të letzume, të mësume, ja. Veç fjallë të këgjia. Andaj që ka Abdullah Mesudi çfarë ka thënë? O Allah, jepi bereqet veshëve të mi, dëgjimit tem. Ta ngoj që ta shka e mirë, mos ta ngoj që ta që është e keqe. Andaj edhe veshin të e kije, a mos a njëri nuk e përdor ata. Ja e përdor për rrena, ja e përdor për me ngu fjallë palidhje, ja e ngon për muzik, ja e ngon për amulitet, e kështu më radhë. Dhe pak atë e njësë që ka e shfryzojnë veshin, për që të shka duhet. Vesht, Allah ne i ka dhanë, apo, ne i ka dhanë për me i dëgju fjallë të mira. Ja i ka ndu, msheli vesht dhe sa të folë dikush keq, msheli vesht. Ish nuk duhet me nguhe. Kur të bëjë dikush fjallë të liga, msheli, qka të duhet ajo? Vetëm e ngarkon shpirtin tanë. E ngarkon shpirtin tanë. Pastaj ka thënë edhe syve të mi. Ka thënë o Allah, jepi bereqet syve tonë. Se njëri ka sytë, po më qka shem e to? A shem punë të mira, punë qia? Shumë për njëzë shojnë punë të qia. Sidomos në rjetët që na i përdorna, rjetët sociale, telefonin. Sa njëri e përlinë sinin e vetë me gjëra që ka zotë mi pahaj. Na nuk mund të kuptojmë. Kur thojë dikush që kjo është e jemi a mëse këshyrë, shme kuptua, e kam shepër mësë me pa. Kur Allah i thojë mëse këshyrë që ta di se i dhnohet shumë me e këshyrë. I dhnohet shumë me e këshyrë. Krejt ato që ka thot ti shejtani, po ki ka dalu në këtu, ki që më ka dalë këtu. Nuk është ajo arsye, Allah ka tha mësë me këshyrë. Andaj ka thënë o Allah, jepi bereqet syve tonë, mësë ta këshirë qatë që ka duhet. Halal e ki veç me e këshirë gryën tane, e ki i fmit e tu, që ato janë halal për tije. Ama mi këshirë gjdo zhveshje dhe gjdo loj interpretimi që del në rrjetet sociale, jo. Andaj dush me lutë Allah, o Allah, ma mundëso që sytë e mi mësë ta shohë qatë që ka du të me pa. Për këta syje, ka thënë edhe sytë e mi. Pasaj ka thënë, jepi bereqet zemrave tona. Njëri e ka zemrën, ama ka bereqet në të zemrë. Çka ngon me atë zemër, çka mëson me atë zemër, çka do ajo zemër. A i do zemra jote punë të mira? A i do zemra jote punë të hajrit? A ka zili zemra jote? A ka smira, a ka urrejtja, a ka inati? Nëse i ka këto ti zemrën e ki, po s'funksionon. Apo është e prisht? Apo është e prisht? Andaj, jepi bereqet ka thonë zemrave tona. Pasaj çfarë ka thonë? Ka thonë jepi bereqet dhe na jep bereqet në gratë tona. Njeriu martohet, po jo si cili ja shef hajrin martesës. E martesa edhe është lloj instikti, sepse tërheqja e burrit ndaj grujës dhe anesetas është instinkt, pasaj ky instinkt kur urzohet me martesë. Ama a ja shohin krejt martumit hajrin? Jo. Me pas bereqet në martesë ka dallim mu martue. Me pas bereqet martesë do me thonë mu rahatu plotësisht. Muratu, ka thonë pejgamberi alayhi salatu vesselam, prej rahative, prej mirësive të kësaj bote, një gruje e mirë. E shka një gruje e mirë të ndërum gjëmat? Ajo e cila është krah i joti, jo azap i joti. Një numër i madh i njerëzve martohen, edhe ai ka mendu se e ka nis kapitullin e rahatis, ati kështu në kapitull, në kopertin ka shkrujt, kapitulli rahatis, si ka i mlena kitë qëtër libër. Kitë qëtër libër. Azap. Gruja duhet me qenë krah i burrit. Krah i burrit. Për krah se e burrit. Me për krah me respektu babën e vetë dhe nënën e vetë. E jo mi u bo azap. Sti du në këto tije. Sti du në këti. Edhe tash hajde mo e bojna një kiamet trina, edhe deri sa ta binde që e ki po disa njerës që ke mërdoj. Thot se këshna ditë se baba em i shkon i keq, e ka morë vesh kënë 25 vetë. Kush ka binde, oj mirë. Kush ka bind do e mirë se baba i keq. Po që erdh, ka ardha jo pish pjesuje, ka bind ket njeriun i cili e zë vetë në burë, se baba vetë në vetë nuk janë të mirë. E ka zbulu ujnë në nxehtë mas 25 vjetëve. Kjo është mirimi i madh. Gruja du të me pas frikën Allahu, du më kom për krasë e burit. Nuk të vetë, na duhet shtu qdo burë mi thonë gryz vetë. Muë nuk më intereson ti qka ki për babën në nënë teme. Ti respekton se ato janë baba dhe nana eme. Dhe ti ki me mnimu mi dasht ato. Unë me habit dë njëherë, ti ma më tek. Atë shko të baba, respektoj e nanën.
Kështu ka thënë Abdullah ibn Mesudi, o Allah, bama si gruaja. Gruaja e cila kur e sheni problem thot, që edhe unë pak po të ndihmoj, ec ti. Ama gra të cilët fatkeqësisht na e paraqesin vetë njerëzit problemin. Na nuk i ata vetë paraqesin o çështu, çka i bie kjo? A martu për azab. Andaj tha Omeri radhiyallahu an djalit vet, e kish një gruaj, tha shloj. Shkojt Abdullah nuk dashni me shlu, tha shkojt e pejgamberit sa më tha ja Rasulullah, baba pa më thot me shlu gruaj, tha ngoj babën. Apo dhe kjo ka ndodhur Ibrahimit alayhi salatu wassalam kur ka shku me vizitue djalin e vet Ismailin Sukan aty. Ata kanë jetu në Mekke, e Ibrahimi akon duke u thu, akon në Irak. Edhe ka ardhe e ka vendos në Mekke dhe ka ik, e ka lënë aty. Ka shku te gruaja vet, ai sakon aty. Ka thonë ku është Ismaili, ka thonë nuk o këtu. Ka thonë çish i keni hallët, ka thonë shumë keq. Menzi se po ja dalna, s'ka hiç, ja ka fillu të ankue. Edhe ka thonë u kri, bani selam djalit në ta ndroje pragin e derës në ta ndroje. Dhe kur ka ardhur Ismaili ka thonë, keni plak, na veti për ti skeve. Ka thonë çka të veti, tha veti kështu, ai ka ditë pipitje se akon baba i vet, akon Ibrahimi alayhis salam. Ka thonë alanaj amanet, tha po në fund e thani llaf, ne ta ndroje pragin e derës. Kur gjojë që s'ne ka lidh ajo me pragin, tha shko te nëna jote. Po tha shaka lidhe, jo pa i tha për ti pas ka thonë, shloje pragin. Pragu i derës ku shleme i problemet, ajo i nal problemet. Ka thonë kjo veç po angohet. Pastaj për dyti ka thonë, a jeni mirë gruajën e dytë kur e ka takue? Ka thonë elhamdulillah, çdo të mirë të Allahut pi Zotit e kena. Dhe ka thonë fjalë të mira, ka thonë bani selam djalit tan, maje pragin dhe forcoje. Andaj shikoj të nderuam xhamat, duhet me bëu dua, o Allah, jepëm bereqet në familje, jepëm bereqet në gruajën teme, ban ma krah i jemi, për krahje e jemja, e jo sa gra kanë hinë familje, ti ishe që janë konket grumëll, se kalon një me një ati. Një me një, qëfar se hire, qëfar magjia bojnë, qëfar të lovia bojnë, veç kur të ashtë, kur s'folë, kur kush me kërkan. Qëka ndodhe o do? Qësh mundëve kitë prisht më kanë tjerë dhe e ndreqe, s'ka mundësi. Andaj duhet me pas frikë Allahu subhanahu wa ta'ala, dhe duhet burim i thanë grëz vetë, ki frikë Allahu. Ki frikë Allahu në gjellë mos pa prish familjen. E duhet me kërstu me kita kërstimet që e ka leju Zoti Madh te bareke ve teala. E nuk prishet familja për kur gjatë ndërum xhamat. Allahu i dhnohet, Zoti i Madh i dhnohet që ti ta torturosh dhe ta mundosh babën dhe nanën tënde për çka? Për një gruaje. Jo, ose ka me kanë ajo e cila e bart procesin e familjes të ti, edhe ma fuqishëm se sa ti kur e kanë beqar, për ndryshe ajo vesh sherr, e dikujna i plas herët, dikujna pak ma vonë Zoti na ruaj nga të gjitha shijat ja Rabbel Alamin. Thot Abdullah ibn Mesudi, wa dhurriyatina, dhe o Allah na jep bereqet në vlatët tonë. E vladi o fitne, e vladi o mirësi, o prov, o test, është shpesher din mu ba dhe musibet. Andaj ka thani ibn Mesudi, o Allah ma ban e vladin bereqet shumë. E vladit din me të korit, po din edhe me të ndriqu ftirën. Din me kanë krenari për tyje, po din edhe me kanë marrë për tyje. Andaj neve kemi modele në Kur'an nga njerëzit e mdhoj, se si do njëherë janë krenu me vlatë të vetë, e shpesher edhe ju ka armare për tëne. Andaj du të me lutë Zotin e madhë, se kjo nuk ka zgjidhje. Po ti merë se vepot e edukon mundohësh, ama në çështja është krejt në dorën e Allahu subhanahu wa taala. Andaj Nuhi alayhis salam e ka thirr djalin e vet, ka thonë o djali jam, hipnanie, ka thonë sipi. Dhe i ka ardhur shumë keq Nuhit alayhis salatu wassalam. Andaj besimtari duhet me lut Allahun, o Zot, jepëm në vllatë mi bereqet. Pastaj ka thonë wa tub alejna innaka antat tawwabur rahim. Pastaj ka thonë o Allah, na mundso mu pendu këtë bashk. Kthehemi ka ti. Ti je pendim pranues, ti je i mëshirshëm. Komplet na mundso mu kthi ka ty. Apo dhe këtë dua e ka bo me për emrin e shumësit, neve. Kreti ka përfshin dua. Pas e ka thënë waj'alna shakirin li ni'matik. Ka thënë o Zot, na bën falëndërues ndaj begative tua. Na begatit i kena, a falëndërimin jo. Dina mi shfrytzu të mirat e Zotit, a pak dina me thonë faleminderit. Pak dina me thonë faleminderit. Andaj duhet me shfrytzu begatina, ma duhet edhe me falëndëru Allahu subhanahu wa taala. Pas e ka thonë muthnine biha qailina biha.
Ka thonë, o Allah, në mundëso se gjuhët tona ta përmenin begatien. Ja, përmene të nërum gjëmat. Sa i shkon në bol me falendëru Zotin që të ditë që ta ka mundësu më konë gjallë. Sa i shdash me thonë. Njëri e ka një smuje, bëhet sebeb doktori me e ka përcijat smuje. Sa begatien e nindaj ati, sebeb u bane vla, kur së të aroj, tankon, i rre. Pse? Sebeb u bane. Po Zoti mas që ta ka që jetën e shëndetin, e të mirat, e kur gjësa të dhindë, veç që i e gjallë, sa i ki bërgjë Rabbul Aleminit që aj po ta mundëson me jetue. Ta nditën me i thonë njerëzve, oja, alhamdulillah, Zoti ma ka mësu më konë gjallë. Alhamdulillah, qështu ta nditën me u bo njerëzve, nuk ka shumë. A ka njerëzve nuk e përmen ba Allah, unë ta nditën hiq bas nuk i thot njerëzve, qka ka të mira, veç vetës ja përkacon. Duqani jem, kërri jem, këtë mija. Kua Zoti madhë, aj që ta mundësue. Ndaj ti isha njerëzve të si e fshehin kufrin mrena zemrave të tënë. Nuk e thot, oj ndërum, kur ti apët dikush ti e 1 euro, ajbe ti ka thonë, dush me thonë, o filani be me dha. Ti në shtatë veni nati, shki qef mja për menemin, ama aj ti ka thonë, nuk rigi më abet. A e kuptojnë edhe na, Zoti madhë të bare kjo da kur në jep. E vetë me qka ka kërku Zoti pineve mas ketë dhënjes begatije cila, o veç për men ma, kur gjas për të lipi ma tepër. Veç thujbe, unë e të dhash, që kaq? Kur gjave s'po du ma tepër? Edhe që ta nuk e japë në Zotit. Pse? Na merë menën duqani. Ama unë e be e qele o gjë duqanin. O e qele, o insan, po Allah i ta mundsoj me qele. Kuptoj e pse mus ma mundsoj, ti ta mundsoj. Trektari, ka bo biznisat, a e harron be tja ditë ku si ki pa të dinar në gjepa, a ki harrua. Erë një grujet e pejgamberit sallallahu aleyhi sallem dhe ju dritë ke goja pitutës. Se kë njeri madhë. Dhe kër e pa pejgamberit sallam, nuk e pëlqeti këtë skenë. Pse mu tut njeri kështu, se ka ditë. Atër tha, unë e tha, jam kon jetim, oj ti nanë. Dyta smedime, nja burë, ka arja, gruja kon. Ka thonë, musu tut për muë. Unë jam, ka thonë, jetim, kam angër buk bajat. Se kam harru në ditën kur s'kam pas, nuk ban me harruë. Qka do që ki mrinë këtë dunja, mos harro një ditë se ke pas. Mos harro një ditë si kon hish në dunja, Allah i të ka pruë. A thot Allahu subhanahu wa ta'ala në Kur'an, hel ata ala l'insani hinun min ad-dahr lam yakun shay'an madhkura. A e kujton be insan një dakik një ditë sa kon hiç si kanti. Një ditë para se me linë si kanti s'ta ka bo muhabetin kërkush se ka ditë që ki me kanë. Dhe qatë ditë që ki me ndru jetë s'ki me kanë hiç prapë më dhe kërkush s'ka me ta bo muhabetin. A ja ban ti muhabetin atëm që kam dek? Jo, Allah, qëtu i kina përse që ke gjami dhe kërkush ja ban muhabetin. Për këtë asyje, tha Ibn Mesudi, muthnin e biha. O Allah, mundsoj gjutë e tona të përmenin begatien dhe të falenderojnë për ta. O etmimha alejna, tha dhe o Allah, mos e nal. Plotësoje deri në fund begatien. E plotësimi begatien si bëhet në rrumë gjëmat, duke mos të amor. O Allah, mos në imer begatien. E begatia ma dhe begatia e fejes. Begatia islamit. O Allah, mos në imer islamin kur ja Rabbal Alamin. O Allah, në bënd që tjetojna si musliman në dunia e të vdesim deri në minutin e fundit me këtë din të cilin tje ke bo kabul të vetja dhe me të cilin din me të vetë min hi në gjenetin Allahu subhanahu wa ta'ala. Kjo ka qenë doaja e Abdullah ibn Mes'udit. Doaja e Enes ibn Malik, tjetër shoki pejgamberit alayhi salatu wassalam. Si lute ky? Thonte idha da'a li akhihi yaqul. Anas ibn Malik ka qenë një djalë i ri i cili ka pranuar fejen e pejgamberit alayhi salatu wassalam dhe ka dëgjuar shumë dhe ka mësuar shumë nga periudha 10 vjeçare me pejgamberin alayhi salatu wassalam. Kur bënte dua për vëllezërit e vet, për dosat e vet, çfarë thonte? Ja'ala Allahu alayhi salata qaumin abrar laysu bi zalamatin wala fujjar yaqumuna al-layla wa yasumuna an-nahar. Kur ka bëu dua për dëni vëlla musliman, çfarë ka thënë? Ka thënë Allahu e bëft që të jetë prej atyre që e bëjnë namazin e njerëzve të cilët janë njerëz të mirë. Janë njerëz të mirë. Pra mu fal, ama kur të shohet dikush të fal, me thonë që ka njëri mirë. E mos thoje, qyre ki një me falet, ama me bo Allah zhveresh me ta, me ndru pare, shil blerje, rruju piktina. Jo qështu. Po me thonë që ki falet, ta di se kitë pun qera i ko mirë.
që si muslimani donë Allahu subhanahu wa ta'ala, që prej namazit tanë njerëzit me morë siguri se ku dush me pas punë me këtë më e kitë sigur. A shkombeve pare, a shkombeve mal, a fole me ta, a qka u bo me ta, ti kitë sigur të kitë. Pse? Se ki ka dalë për para Zotit, ki falet. A fatkeqësisht dhe shumë fatkeqësisht dhe mjerisht, sa prej njerëzve thot, o gjo po kjo falkeve une u mashtrova me këtë, e mora me masos punën, kimi $100,000 mi bani. A nuk kam marrë se ti qëfar emni ki nëziri islamit tanë, e dinit tanë, që njerëz me thonë, o s'du të kem punë me këta. Marrë e madha kjo vallaj. Kjo është me abuzu me fejën tane, kjo është me lujt me fejën tane. Ti mi mashtru njerëzit kishe për falësh, e më vunë mi manipulu ata. Qka tha Enes ibn Malik? Tha, o Allah, bëj vlezrit e mi që të falen si shfalen njerëzit e mirë. Pastaj tha, mos i bën ata zullumqar e as njerëzit prisht. Mu bo njeri jo zullumqar, mos me shkel, mos me bë padrejtësi. Dunjaja është test i karaktereve tona. Nuk jemi pronar. Kur kush nuk o pronar këtu, kur kush nuk o baba këtu që shpë përdori njerëzit. Ska baba këtu. Baba i njerëzimit akon Ademi a.s. dhe pritije na krejt. Andaj tha pejgamberi a.s. Gjdo biri Ademit, pra ne jemi bit Ademit, gjdo biri Ademit është gabimtar. Ne jemi gabimtar të gjithë. Pastaj tha, o Allah, bëj vëllezërit e mi falën natën e agjerojnë ditën. Falën natën e agjerojnë ditën. Ata këtë gajle kanë pas, me Zotin e madh me pas punë, me Zotin e madh me i lidh punët fort dhe me pas lidhjen e raportit. Kjo ka qenë prej duave që i ka po Enes ibn Malik. Prej duave që kanë ardhur nga pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam, hadithi që ka transmeton Amr ibn Hurayth radhiyallahu an, thot se nana ime më ka marr i vogël dhe më ka dërguar te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, dhe kur kam shkuar te pejgamberi alaihi salatu wassalam, gjën e parë që e ka bë, fa masaha ala ra'si, ma preki dhe ma përgdheli kokën time. Dhe ka qenë traditë e pejgamberit alaihi salatu wassalam që njerëzve të vegjël mua përgdhel kokat, e të mëdhojve mi u fol për dorë, dhe nuk ja ka shlu dorën ndërsa e ka shluar tjetri. Kështu e ka pas traditë pejgamberi alayhi salatu wassalam, dhe sot shkenca e ka vërtetuar se përgdhelja e jetimit me dorë të kokës tina është shenjë rahmeti dhe jep të ai lloj sigurie dhe imunitetit fort. Andaj Allahu subhanahu wa taala ka kërkuar nga besimtarët që nëse ka jetima të kemi kujdes me ta, nëse nuk ka kush që i jep atij mëshirë dhe ngrohtësi. Dhe këtë kjo është rregulluar me Kur'an. Dhe sot jo rastisht janë kriju prej zori shtëpi sociale për ndihmën e njerëzve që kanë prindë kështu me radhë. Për çfarë arsye? Që më u dhanë atë ngrohtësi. Pejgamberi sa më ka ditë këtë punë. A ka një vogël e ka prek kokën. Kurse ka harruar dhe plak kur e ka kallzuar. Ma ka prek kokën pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, wa da'a li bir-rizq. Dhe ka bëu dua. Ka thonë dhe u lut për mua Zoti më mçu rizq, më mçu furnizim. Dhe thuhet se ka pas për rrezikut të dalluar prej njerëzve. Se ka bëu dua pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Andaj prej duave të mira që i ka bëu pejgamberi alaihi wasallam për njeriu i cili të ketë rizq, ama rizq halal, furnizim halal. Te na ka mri puna, njerëz nuk janë të diskutuar halal. Ti baj thotë që unë e parët njerë mësane, çka të dosh mësane me bo? Qish? Në me mushëm të njerë me zarë mua, me prush, mësanena, ja mësanena ti mos kapë, ti sjetë mo. Mos u rrethoni me haram. Se apo thonë, lana hune mësane, qish lash, e të ka të zonë qish lash. Qish mund është ti me mu rrethu me zarë, apo i rrethu me lanë djekse, me naftë, me benzin, apo po mësane vesh një anit a gjunë qibritin, trak, ti shkove, ti shkon. Andaj ti ishe njështë, abe gjithë këtë biznis e ka poski, gjithë të telashe i ka, këtë prap i shkon. Po i shkon prap e vësaj, a di shka i duhet ati? A ti vesh një qiprit i duhet. A i rëthuma me haram. Mësanina dikush pahiri me ja gjujt një qiprit, e ka l'kej. Ama kur është halal, nuk dhejës qipritin. Nuk dhejës qipritin uj, që halal. A mund është me gjujt në bazen qiprit me thonë kallu, s'kallët. Du të me kanë lanë, dekse, benzin për mu kallë. Andaj shiko që ka tha, bëri dua për nga mesam që Allah të jebë risk halal. Zoti me thonë risk ani, ama risk halal, jo qdo risk.
Për këtë arsye pejgamberi alayhis salatu wasallam çfarë tha hadith tjetër? Allahu ka shkruajtur rrezikët. Lipni prej halallit, mos u korritni. Se e ki shkruar, ti ki më e marr. Për këtë arsye mos u gut, sepse shiko, ka mundësi ti çat njëjtën ki më e marr, po korritesh pak e marr njerëz thonë, "O kena pas me ta dhon." Apo, keni pa njëri për shembull kanë ngutët, në fund ja japin çat njëjtën, e do pse be u gutë ose ki pas më e marr. Ki pas më e marr vetë u korrite. Kjo ka qenë prej duajës pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Gjithashtu ka ardhur nga lutjet e Anas ibn Malik radhiyallahu an, se kur e lutshin dostat e vet dhe kërkonin dostat e vet që të bën dua për ta, kur vinin misafir, sigur që ka ardhur transmetim nga Basra dhe të tjerë, lutej për ta. Çfarë lutej për ta? I thonin, bën dua se ti je shoku i pejgamberit alayhis salam, bën dua për këta njerëz. Çfarë thonte? Allahumma ighfir lana warhamna. Thonte, o Allah, na fal neve dhe na mëshiro. Na fal neve dhe na mëshiro. Paraprirja e faljes ndaj mëshirës është shumë e rëndësishme. Largimi i të keqes mësa ne vjen mëshira. Njëherë heki gjunahat mësa ne të mëshiron. Qish me të mëshiru ti full me gjunahat, ti i zhyt në gjunahat. Apo, nuk ka mundësi. Ti as toks ki mell, as toks nuk vadit, as farë nuk e ki gjujt, edhe rrit të shpia, inshallah ka me nxerr pemë dhe perime. Nxerr kur gjo ajo, s'është ki mell kur gjo. Pastroje njëherë. Pastroja ata, pastaj Zoti e shlon bereqetin, e bjen rahmetin. Andaj, gjëja e parë që kërkohet në lutje cila është me paraprim maghfiretin para rahmetit. Thot Anas ibn Malik, lutej Enesi për vëllezërit e vet, o Allah, na fal dhe na mëshiro. Pastaj thonte, wa atina fid dunya hasana, dhe na jep o Allah në dunja të mira, që ka në Kur'an. Wa minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Të këtë dua e ka po. Pastaj ka thënë, wa fil akhirati hasana, edhe në akhirat na jep të mira, wa qina adhaban nar, dhe na jep dhe na ruaj nga zjarri i xhenemit. Disa prej tyre sikur e kanë pa shkurt, ka thënë, hajde dhe pak më gat, sikur shkurt i rave, në dunja të mira, në akhirat të mira, falna gjunat, mëshirona çaq. I thanë disa prej tyre, a mundesh edhe pak më bëu dua? Tha Anas ibn Malik, me u dhan Zoti juve çata çka u luta, me na i bë kabul Zoti çata, na i ka dhënë këtë. Me u dhan çata, ja u ka dhënë të mirën e dunjas dhe të mirën e ahiretit. Zotën këtë gjërat dahen kështu, të mira edhe të këqija. Pastaj dahen dy kategori, dunjas dhe ahiretit. Ka që është këtë kapitulli librit të insanit të çkjo, o me të mira, o me të këqija. Kapitulli tjetër cili jo, libri i ri cili jo, i ahiretit, me të mira, me të këqija. Këto e mbjell atje e korr. Andaj e lutim na Allahun në dunja, o Allah na jep të mira, dhe në ahiret na i vazhdo të mirat. Ja kjo është këtë kapitulli i insanit. Bën vepra të mira për me të dhënë mira. Largoju për të këqijave për mu largu të këqijat. Tha Anas ibn Malik, me ja u dhon Zoti që ta, këtë ja u ka dhënë. Andaj shpesh se bante pejgamberi alayhis salatu wassalam, Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. O Allah na jep dunja të mira dhe në ahiret na jep të mira dhe runa pi zjarri i xhenemit. Andaj kjo ka qenë prej traditës së të parëve të muslimanëve që luteshin në lutjet e tyre për që Allahu subhanahu wa taala ti përgjigjet. Kjo është një varg lutjes, një fragment nga disa prej sahabëve të pejgamberit alayhis salatu wassalam, se si luteshin ata. Kemi edhe të tjera do të shtojmë për hutbë dhe ligjërat të tjera. Lutim Allahun subhanahu wa taala që Zoti jon xhelel xhelalu mos na privon nga duaja. Na mëson Zoti që të lutemi vazhdimisht, nga se ne jemi robër të Zotit dhe ajo që më shumti ne e manifestojmë prej robërisë tonë ndaj Zotit është lutja. Andaj nëse don mi kallëzu Allahut se ti je rob i tij, fukara për ta, nevojtar për ta, lutu. Ngriti durë të Allahu subhanahu wa taala dhe lutu vazhdimisht për këtë këto çka u luteshin muslimanët që Allahu subhanahu wa taala më ia dhan prej të mirave. Lutim Zotin e Madh te bareke ve taala në këtë ditë xumaje, ditë të madhe te Allahu subhanahu wa taala, që Allahu na udhëzon në Islam, që Allahu na udhëzon në iman, që Allahu na jep nga maghfireti i Tij, nga falja e Tij, që Allahu na mbulon me rahmetin e Tij, që Allahu musliman kudo që janë në botë, Allahu ti mëshiron dhe ti mbulon me rahmetin e vet. E lutim Allahun që Allahu na udhëzon në rrugën e drejtë, që Allahu na i përmirëson karakteret tona, që Allahu na i shton pi turpit dhe marrës në raport me Zotin, pastaj në raport me njerëzit. E lutim Allahun që Allahu ti përmirëson karakteret tona, ti përmirëson sjelljet tona, ti largon paturpsi dhe marrët prej neve. E lutim Allahun subhanahu wa taala që Allahu xhelal na i
fal gjitha gjunahet. Na ban Allahu te bareke ve teala që ta mri muajin e Ramazanit duke qenë me shëndet dhe me iman. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Walhamdulillahi rabbil alamin.